Bashkia e Shkodër ka nisur një aksion pastrimi në kolektorit unazës perëndimore të qytetit. Përgjegjësi i sektorit të ujitjes pranë bashkisë, Muhamet Muça, bëri të ditur se ndërhyrja është përqendruar në hapjen dhe pastrimin e 4 kolektorëve nga zona Xhabijes deri në fund të lagjes Dobraç. Sipas këtij kolektor nuk ishin pastruar asnjëherë më parë, çka kishte krijuar probleme të vazhdueshme me evadimin e ujrave të bardha, veçanërisht gjatë rreshjeve. Në një aksion që bashkia mori që në fillimin e vitit me kolektorin që të pjesës austriakut deri në dalje të livadëve të Shkodrës. Në këtë kuadër po vazhdojmë edhe me kolektorët e tjerë. Para disa ditë ne pastruam kolektorin të pjesa mas prokurisë, që kap linjën e ujrave të bardha të pjesës të Xhabijeve dhe deri në Parruc. Sot po punojmë këtu në pjesën e kolektorit, që ka pjesën e notë dhe pothuajse pjesën më të madhe të qytetit unaza perëndimore, plotësisht unaza perëndimore. Kjo është veçare sepse është një kanal i cili pothuajse nuk është pastruar ndonjëherë, me që këtu ka shënjë 70 vjeçare. Në këtë kuadër puna po vazhdon me ritme të kënaqshme. Është një fakt që në këtë periudhë është periudha edhe më e mirë për pastrimin e këtij, pasi ujrat kanë ra. Edhe do kalojmë sipër pjesës të unazës perëndimore, pasi duke pastruar dhe pjesën sipër deri te pjesa e familjeve dhe unaza e vogël e qytetit, ne do i bëjmë një shtrim jashtëzakonshëm pjesës të qytetit Shkodrës. Hapja kolektorëve është lirimi nga ujrat e rreshjeve të qytetit Shkodrës. Pasi ne kena vure shumë mirë që në qoftë se këto kolektorë nuk pastrohen, me një rreshje shumë vogël ato kuptohet që në qytet mbizotron pjesa e ujrave mbi rrugë dhe kudo. Pra, duke pastru këto kolektor, ato vetë pjesa nëntoksore ujrat të bardha qytetit çlirohet vetë nga dalja e ujrave me shpejtësi dhe ato rreshje të shumta që mund të bëjnë. Ndërhyrja aktuale synon të zgjidhë përfundimisht këtë situatë duke përmirësuar ndjeshëm sistemin e kullimit për një pjesë të madhe të qytetit. Njëkohësisht bashkia ka vijuar me hapjen dhe pastrimin e kanaleve kulluese në disa njësi administrative të Shkodrës me qëllim përmirësimin e infrastrukturës ujitse dhe mbështetjen e bujqësisë në këtë zonë.